Do të flasim për vizitën e ministres së jashtme të Shqipërisë, zonjës Piropali, vizitën 2 ditore në Athinë, takimin me homologun e saj Gerapetritis atje, me presidentin e Greqisë, me ministrin e mbrojtjes, takimet që ka zhvilluar dhe ditën e sotme. Zoti Panajot Barka më bashkohet në një komunikim të drejtë për drejtë. Zoti Barka, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në A2CNN. Unë ju falenderoj për ftesën. Më jepni idenë dhe vlerësimin tuaj të vizitës së zonjës Piropali në Athinë dhe kujtojmë për teleshikuesit që ndodh një vizitë pas një periudhe pauze, heshtje, mos komunikimi mes Tiranës dhe Athinës gati një periudhë 2 vite e gjysmë, mos gabojmë. Po, kemi shumë të drejtë, ndoshta edhe më përpara, është rasti i parë që kemi një vizitë të ministres së jashtme në vitet e fundit, dhe do desha të them që pas kësaj pauze, pas kësaj ngrirje të re, referohemi historisë është përsëri pala greke ajo që kërkoi vizitën ose ftoi ministrin e jashtme Piropali në Athinë, kështu që në të gjitha rastet të historisë moderne në marrëdhënien midis dy vendeve u përsëritet një gjë që Greqia, pas çdo prishjeje me Shqipërinë, rimerr iniciativën për të ftuar një autoritet, në këtë rast ministrin e jashtme zonjën Piropali. Ne si Shqipëri nuk e kemi marrë asnjëherë iniciativën kur kemi patur ulje ngritje në raportet Tirana-Athinë në këto 35 vite? Edhe më përpara duke filluar që nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike, që nga 72-shi, është vazhdimisht Greqia ajo që merr iniciativën për rregullimin dhe rehabilitimin ose rregullimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Kjo është një vërtet e parë historikisht. Kjo tani të vim tek çështja te vizita. Çfarë solli sipas jush? Ftesa për këtë vizitë lidhej me një si thua ngërsh midis Tiranës dhe Athinës, që ishte kryesisht çështja e ndarjes së detit, siç e njihet në publik dhe në Shqipëri, pasi mesazhet e ardhura në Greqi në Tiranë, nga Tirana, ishte që ripalja e kësaj marrëveshjeje nga qendrimi i fundit i 2020-s i Edi Ramës për të vajtur në Hag, në një gjyq ndërkombëtar për të parë çështjen e detit, dhe tani kishin ardhur sinjale të cilat i vërtetoi edhe zonja Piropali në Athinë, të cilat domethënë që Tirana është hapur për ta parë këtë çështje me çdo gjë, me çdo mjet, me çdo mundësi që është e mundur. Pra, u anashkalua çështja e gjyqit ndërkombëtar dhe kjo gjë u pa, domethënë me seriozitet në Greqia, por me sa duket kjo mbeti përsëri në kuadrin e deklaratave, pra u eklipsua çështja e vajtjes në një gjyq ndërkombëtar, por vijimësia mbeti në kuadrin e deklaratave, pasi zonja Piropali deklaroi atje që ne jemi të hapur për çdo lloj diskutimi në lidhje me këtë çështje. Pra e fillojmë nga e para. Kjo është ana më negative dhe kjo gjë, domethënë u shpreh, si thua, nga pala greke me qendrimin e ministrit me homologut të zonjës Piropali, Gerapetritit, i cili solli në agjendën 2 gjëra kryesore që janë mjetë presionin në thonjza midis Shqipërisë dhe Greqisë, ishte çështja e minoritetëve, drejtave të minoritetit grek në Shqipëri dhe çështja e kontributit të palës greke për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, me pikë, si thua, të fortë atë të marrjes së kryesisë së Këshillit të Evropës në 6 e 2 të vitit 2020. Po, presidencën e Bashkimit Evropian. Ju, zoti Barka, si e kuptuat çështjen e detit? Do të shkojmë bashkarisht si Shqipëri dhe Greqi, dhe nëse keni më shumë informacione nga Greqia, se ne këtu nga Tirana zyrtare nuk kemi asnjë lloj detaji, do të shkojë në të rësisi çështje në Hag, apo ajo pjesë e dakordsuar në 2018 që u dakordsua mes Tiranës dhe Athinës nuk shkon në Hag?
Kam përshtypjen që pikërisht këtu qëndron thelbi, për arsye se u menjanua çështja e vajtjes në një gjyq ndërkombëtar për çështjen e detit, siç kishte deklaruar Rama dhe pranuar nga Greqia, dhe kemi riardhur përsëri në çështjen e diskutimit midis dy vendeve në forma ose në formate të dypalshe. Dypalshe, pra, dhe nuk besoj që ose kështu të paktën u la të kuptoj dhe u duk. Madje thash, nga që nuk pati në një situash, në një diçka konkrete, kjo gjë bëri që Greqia të shprehë, thuaç pak nervozizëm në këtë çështje. Nga ana tjetër, Greqia priste Hagën sipas jush. Jo, Greqia nuk priste Hagën, por përdesa ekzistonte mesazhi që duhet rishikuar çështja, priste hapa konkrete. Domethënë modalitete konkrete për ecjen përpara, aq më tepër kur dihet që Greqia kishte arritur ose ka arritur një serb marrëveshjes të rëndësishme për hidrokarburët në detin Jon me fuqi të mëdha, domethënë ose me firma të fuqishme amerikane që do fillojnë bile që vitin që vjen të fillojnë përsëri atje situash kërkimet për naftë dhe gaz. Prandaj Greqisë intereson edhe një zgjidhje e shpejtë e çështjes kufirit detar me Shqipërinë. Ju prisni formatin Bushati Kocias, pra si në kohën e dy ministrave të jashtëm të kohës që u parafruan shumë edhe për çështjen e detit, zoti Barka, apo çfarë formati bisedimesh? Këtë gjë nuk mund ta dim, thash, priste modalitete konkrete. Ato nuk u pana sekundi, ashtu siç gjithë vizita e Spiropailit në Athinë ishte përsëri e rumbullakosur, pa patur në një gjë konkrete, bile, po të doni mund të vazhdojmë analizën, të shkojmë të ka disa gjëra që krijojnë ngërçe të reja ose ngërçe të reja ose bllokimin e marrëdhënieve në nivelet që kanë ekzistuar. Unë nuk besoj që atje u arrit diçka, po të nisemi nga ana praktike, Greqia nuk është interesuar kaq shumë për ndarjen e detit tani me Shqipërinë, për arsye se ka në krah Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka firmat e fuqishme amerikane të cilat miren me kërkimin e naftës dhe të gazit në detin Jon, kështu që nuk është kaq e rëndësishme nga pikpamja praktike, domethënë nga pikpamja e përfitimit material. Ai sa është nga pikpamja gjeopolitike, për arsye se Greqia kërkon që ta ndajë këtë punë me Shqipërinë, por Shqipëria më sa duket nuk ka interesa të tjera gjeopolitike, ose të paktën nëse do ndodh kjo me Greqinë në detin Jon, atëherë Greqisë i hapet rruga për të kërkuar të njëjtin gjë në detin Egej ose në Mespeon Lindor, gjë që nuk e do Turqia këtë fakt, dhe zhvillimet e fundit që ndodhen me Kiprin, me Izraelin dhe me Libanin, tregojnë që kemi zhvillime të cilat ndryshojnë vazhdimisht peshën specifike dhe marrëdhëniet gjeopolitike në mesdhe, ku Greqia është militar shumë i fuqishëm, ashtu siç pretendon dhe kërkon të jetë edhe Turqia. Shfrytëzimi në këtë rast i Shqipërisë nuk besoj se është kaq shumë rëndësi për vetë Shqipërinë se sa për Greqinë. Tash Greqia ka në momentin e tanishëm, pas arritjes së atyre marrëveshjeve bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga pikpamja praktike dhe materiale nuk i intereson aq shumë kjo marrëveshje e detit. Intereson nga pikpamja gjeopolitike, tash në rajonin më të gjerë për të krijuar situash një precedent për pengesat që ka në raport me Turqinë. Nëse nuk intereson, atëherë nuk do të kemi bisedime të shpejta për ta zgjidhur këtë çështje, i bie, nëse s'ka interes Athina. Unë i mbetëm atyre deklaratave që kam bërë dhe vite më përpara se kjo çështje do mbetet në kalendat greke, për arsye se asnjë rapal, as tjetra, domethënë as Shqipëria, po Greqia tash përdesë e zgjidhi problemin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk kanë interesa të drejtë për drejta. Pra, kjo mbetet si thua as në mend për interesat e të tretëve dhe jo për interesat e dy vendeve, dhe kjo është gjëja më e gabuar e kësaj përpjekjeje që nga 2009 deri tani, domethënë gati 16 vjet
që po diskutohet dhe nuk po zgjidhet. Pavarësisht se te këto marrëveshje vazhdimisht kërkojnë një kohë shumë të gjatë që të zgjidhen. Nga ana tjetër, duhet të thënë që edhe Spiropali në Athinë, pavarësisht se tregoj si thuash në aspektin personal dhe për joshjen ati entuziazmi nacionalist, do thosha, ishte mbajti si thuash, tregoj një nivel shumë të lartë në këtë drejtim, por le të mos harrojmë se zonja Spiropali vuri paralelisht dy gjëra. Domethënë, nga njëra anë shtroi historinë, problemet historike sipas Spiropalit, siç është heqja e ligjit të luftës, dhe nga ana tjetër çështjen e të drejtave të emigrantëve shqiptarë në Greqi, që besoj se është një çështje e cila ka më shumë peshë për marrëdhëniet ose për shqiptarët që jetojnë në Greqi dhe për marrëdhënien midis dy vendeve, por fakti që Spiropali atje bashkoi problemet e së kaluarës, të cilat sido që të janë të kaluara, dhe shumë vendet të tjera në Evropë i kanë të kaluar ato, për arsye se panë perspektivën, dhe kjo gjë mendoj se ishte jo në favorin emigrantëve shqiptarë në Greqi, që pleksja e problemeve të së kaluara në problemet që kanë emigrantët shqiptarë në Greqi, siç është çështja e njohjes domethënë të qëndrimit në Greqi ose të marrjes së pasaportës greke, çështja e arsimit, çështja e pensioneve, edhe tjera, ose çështja e identitetit kulturor që i shtroi zonja Spiropali atje, këto kuptohet që në një optik të tillë besoj se vështirësojnë shumë zgjidhjen e atyre gjërave që janë shumë më të rëndësishme, se e dim tani, flitet dhe abuzohet me çështjen çame thjesht për konsum të brendshëm nacionalist. Si mund të abuzohet me çështjen çame për konsum të brendshëm nacionalist, kur shoqata Çamëria i kërkonte Spiropalit ta shtronte si çështje të hapur mes dy vendeve në diskutime që do të kishte me Gerapetritis. Dakor. Unë them këtë gjë, që edhe shoqata Çamëria, ashtu si mund të ishte dhe Omonia, por nuk mirën parasysh nga qeveritë kërkesat e shoqatave, duhet të kuptojmë këtë gjë, se ashtu si nuk janë zgjidhur problemet e tjera të kësaj natyre pasojë e luftës së dytë botërore, nuk do zgjidhet as kjo. Pra ju po thoni është kod që e ngren, kod që mund ta ngrenë zyrtarët e Shqipërisë çështjen çame apo çështjen e ligjit të luftës. Tani, çështja e ligjit të luftës është një problem tjetër, dhe unë besoj se nëse Greqia do të thotë në një moment të caktuar, do të thotë, ora shikoni dhe ju historinë tuaj të ligjit të luftës, pse Greqia u detyrua dhe shpalli luftë Shqipërisë? Përse? Ka disa argumenta që e bindën atëre, se nuk ishte një shtet do si do Greqia dhe atëre, dhe shpalli luftë. Dakor, çdo arsye që mund të ketë patur nuk ekziston në 2025-ën, kur ne jemi dhe dy vende anëtare të NATO, si Greqia dhe Shqipëria. Dakor, ka dhe vende të tjera të NATO, të cilat mbajnë qendrime armiqësore midis tyre, por e kanë ligj lufte s'ka. Atëre më falë, Pandi, problemi është ky tani, janë hequr ato fakte dhe argumenta që detyruan Greqinë atëherë, nga pala shqiptare, që detyruan Greqinë atëherë të bënte dekretin e ligjit të luftës. Unë besoj se jo. Dhe unë prandaj them që kam propozuar vazhdimisht në mediat shqiptare që të ndiqet shembulli i heqjes së ligjit të luftës, siç u hoq me Italinë. Çfarë ndodhi me Italinë në 48-ën? U arrit marrëveshja e paqes midis Italisë dhe Greqisë, dhe kjo gjë abrogonte çdo gjë që pengonte këtë traktat miqësie dhe bashkëpunimi midis Italisë dhe Greqisë. Këtë traktat miqësie, siç deklaroi dhe zonja Spiropali, ekziston dhe midis Shqipërisë dhe Greqisë. Pse dhe këtu shtohet tani në 48 nuk ishte NATO-ja, këtu shtohet dhe fakti ju sapo e thati, jemi dy vendet e NATO-s. Atëherë automatikisht kjo gjë abrogohet. Kjo është logjika ndërkombëtare, dhe mirë po dikush, disa
faktorë të ndryshëm kërkojnë që të mbajnë të gjallë këtë gjë, qoftë edhe në Greqi, por më shumë në Shqipëri, për arsye se them se nëse Greqia do dalë lesë dhe thotë më shikoni se ju keni një vendim parlamentit të 1939 ose të 40 faktikisht, që thotë që të gjitha vendeve që shfall luftë, Italia shfall luftë dhe Shqipëria, dhe nuk është abroguar, atëherë lidhin probleme, po Greqia bën atë gjë që thotë përse se nuk do të vdesë dhe nacionalizmi brenda vetës, dhe thotë që kjo gjë është e harruar dhe sido që të jetë do mbetet e harruar. Pra kemi dhe po më thoni kemi dhe ne punë për të bërë që Greqia ta heqë ligjin e luftës, nëse do të vi kjo çështje diskutimi. Dhe nga ana tjetër, cilat janë pasojat? Nuk ka ndonjë pasojë. Kjo është thjesht narrativ nacionaliste. Cilat janë pasojat? Në qoftë se do mbërtasim për ligjin e luftës, na përket neve minoritarëve grek për arsye se si qytetarë shqiptar që kishim pasurinë në Greqi, ky ligj na pengonte. Po jo shqiptar, jo çam. Se çamët atëherë ishin qytetarë grek. Nuk ka pasojat. Ata që dëmtojnë më shumë nga ky ligj janë anëtarët e minoritetit grek që kishin pasurinë në Greqi. Askush tjetër. Se fakt tjetër është që shumë shqiptar të cilët gjasën i pengonte ky ligjon me vjetra, i kanë fituar dhe në Janin, dhe në Selanik, dhe në Athin pasuritë e tyre. Po edhe komuniteti Çami i ikur nga Greqia ka pasuritë pronat e tyre në Greqi. Po këtu hapim një debat të tjetër që nuk e mbyllim dot me këtë bisedë. Jo, duhet ta dim të gjë që nuk duhet ngatruar ligji i luftës me Çamët. Nuk kanë asnjë lidhje midis tyre. Asnjë lidhje midis tyre nuk kanë, për arsye se kur u shpall ligji i luftës, dekreti i luftës, jo ligji i luftës, Greqia nuk ka ligj luftës siç ka Shqipëria. Ka një dekret. Domethënë, në kohën kur u shpall dekreti në nëntor të 1940-s, Çamët ishin qytetar grek. Nuk kishte asnjë konsekuencë për ta. Nuk lidhet, kot e lidhim ne për të bërë zhurmë. Ata që vuajnë më shumë pasojat e atij dekreti janë kryesisht qytetarët. Gjithsesi ky është një debat i gjatë edhe që nuk e ezaurojmë dot në pak minuta. Është fare i thjeshtë. Pra nuk duhet ngatruar dekreti, thash para punës kemi dy anë, edhe Shqipëria e cila nuk i ka zgjidhur këtë probleme me veten e saj, nuk ka abroguar dokumentat e 39-40-s. E dyta është fakti që ky dekret nuk ka të bëjë me Çamën. Nëse ngatrojmë, abuzojmë. Jo, nuk kemi asnjë arsye për të abuzuar, të paktën ne të dy këtu jo, por më thoni në sekondat e fundit, zoti Barka, shikoni një erë të re diplomatike që do të vijojë mes Tiranës dhe Athinës, apo në momente që ne do të kemi gjatë rrugtimit tonë për NB, mund të na vijë sërish çekiçi nga Greqia, një formë presioni për bllokim, apo jo se si? Unë nuk besoj as tek ardhja e pranverës. Domethënë, unë e prisja faktikisht, me shumë shpresë që vizita e Spiropalit të krijonte këtë mundësi. Spiropali tregoi elekuencë dhe diplomacinë atë që po fakti është që ato që janë gjëra konkrete që janë të prekshme për Greqinë, nuk kanë ndonjë gjë të re. Por sido që të jetë, duhet të përshëndetur vizita, takimet dhe ato gjë. Nuk shpresoj që do të kemi shumë shpejt, si thua, erë të re. Ndonjë erë të re ose ndonjë kapitull të ri që aq shumë konsumohet me këtë temë kapitull ri. Unë besoj dhe shpresoj që mundet që Tirana të krijojë premisa për marrëdhënie shumë të mira, duke parë në nivel krejt tjetër, atë që thash më parë, ndarjen e problemeve, jo bashkimin e tyre, ndarjen e problemeve së kaluarës me problemet që kanë të tashme të perspektivës me dy vendet dhe popujve, besoj se atëherë do të kemi erë të re me marrëdhënie me dy vendeve, do kemi atë erë, jo atë erë që kanë përcaktuar njerëzit e thjeshtë, popujt. Ata emigrantë që janë në Greqi, unë besoj se duke i ndjekur ata, integrimi i tyre, përpjekjet e tyre,
qendrimet e tyre janë të tilla që duhet të imponojnë politikës së Tiranës, ashtu si dhe të Greqisë, për të krijuar premisa të reja, ashtu siç është minoritetet grek kuptohet, por them që atë që përcaktojnë popujt duhet ta ndjekë politika dhe jo e kundërta, siç po ndodh deri tani. Zoti Barka, ju falenderoj për të lidhje dhe kohën që patët. Unë ju falenderoj. Jetë të mirat.